Mirëmbrëma të nderuar bashkëdhëtar kudo që ndodheni. Nga studia e televizionit Një Dritare, ju uroj shikim të këndshëm. Sonte, në këtë orë të artit, të poezisë, kemi të ftuar një poete speciale që vjen për ne sonte direkt nga Amerika. Ajo është poetja e dashurisë, poetja e dhimbjes së mërgërimtarit. Vargjet e saj të prekun thellë në shpirt kur i lexon. Të gjithë ne emigrantët, që jemi të ndarë në të gjithë botën, diaspora mund të themi, kur lexojmë vargjet e Brunës, patjetër që gjejmë veten tonë. Prandaj me zemër i uroj Brunës mirë se erdhe sonte në emisionin tonë. Kënaqësi që të kemi këtu. Përshëndetje Albina. Kënaqësi dhe mua për ftesën që më keni bërë sot. Jam tepër emocionuar, nuk e prisja dhe absolutisht jam e kënaqur që do ndaj me juve disa momente të bukura të jetës time, të emigrimit, të artit, e gjithçka që ju do dëshironi të dëgjoni. Po patjetër, edhe ne jemi shumë të kënaqur që të kemi sonte këtu. Faleminderit. Kush është Bruna Thanasi? Bruna Thanasi ka lindur në Pilur të Vlorës. E rritur po aty. Sapo mbaroi klasën e 8, ka studiuar në shkollën e mesme pedagogjike Elbasan. Pasi aty, kishte edhe tezën e saj që e mirëpriti. Pra, Bruna ka dëshirë të thojë dhe dashurinë e madhe që ka për njerëzit e Shqipërisë. Më vonë, gjatë bashkëbisedimit, do ta kuptojmë edhe këto cilësime të Brunës pse vijnë këtu në biografinë e saj. Mbas asaj periudhe, emigroi me familjen drejt Greqisë, aty ku ka kaluar një periudhë të gjatë emigrimi, me shumë sfida dhe sakrifica të jashtëzakonshme. Pas një periudhe të shkurtër, humbi babai, një dhimbje e fortë. Ajo ishte dhe goditja më e madhe që përjetoi në emigrim. I vuri shpatullat shtëpisë me nënën, pasi ishin të gjithë të vegjël fëmijët. I madhi, unë, i vogli, 5 vjeç, thot Bruna. Imagjino nënën e Brunës në Greqi, në emigrim, me fëmijë të vegjël. Ndërsa Bruna, një vajzë shembullore, filloi punën, u dashurua, u martua dhe formoi familjen e saj. Më pas erdhën fëmijët. Por burri i saj vendosi, me dëshirën edhe të familjes kuptohet, të shkojë në Amerikë, pra të emigroi përsëri nga Greqia në Amerikë. Pasi e kishte motrën në Amerikë. Por më tepër, do na tregoj Bruna, se po t'i them të gjitha unë, atëherë Brunën përse e kemi ftuar. Bruna, Po. Filloj me pyetjen e parë që më la mbresa se ti fillove shkollën pedagogjike në Elbasan. Po. Dhe dua të di, Po. si shkoi shkolla, si shkuan studimet dhe pse u ndërpren ato? Absolutisht. Çfarë kujtimesh ke nga qyteti i Elbasanit, nga shkolla pedagogjike? Siç e thatë dhe ju në fillim, jam nga Piluri i Vlorës, nga bregu i detit. Një krenari për mua që përfaqëson gruan labe dhe aty kam patur në Pilur, kam lindur, jam rritur deri në moshën 14 vjeçe. Pasandaj, mbasi mbarova shkollën e mesme, i madh kishte shumë dëshirë që unë të studioja, pasi duke njohur fëmijën e tij të madh, gocën e tij, donte që ta studionte diku për më mirë. Fillimisht më çoi në Himar, në shkollën Spiro Gjiknuri, aty fillova shkollën e mesme rreth 1 muaj. U stabilizova aty në konvikt me ato shoqet e mia të dashura të Pilurit, që njërin e kisha shumë për zemër, Irenën dhe përshëndes jashtëmase, më mungon. Mbas 1 muaji shkollë,
Na vjen një telefonat nga Elbasani, pasi babi im kishte shumë dëshirë që të shkoja në shkollën pedagogjike, të mësoja të studioja aty. Pas një muaji sakrificash, sepse nuk ishte kolla e lehtë për të na regjistruar aty. Ai i thot tezja ime, motre mamit, i thot që duhet të nisesh urgjentisht për në Elbasan, sepse këtu e kanë pranuar Brunën për në shkollë. Edhe atë bëri i matë. Erdhin himar, direkt, më rëmben shpejt thot dhe shkojmë direkt në Elbasan se do fillosh shkollën të hënën. I mbaj këto momentet kështu sepse janë disa gjëra shumë të bukura për mua, po dhe ato që kanë ngelur në shpirt. Pasi aty erdhi, unë në fakt nuk kisha dëshirë të largohesha sepse në himar kisha vendin tim aty, shoqet miqësit edhe isha afër nënës. Por megjithatë nuk ja prisha qefin babait dhe shkova në Elbasan. Aty kur shkova në fillim në klasën në vitin e parë, u ambientova me miqësinë, më pranuan me shumë dëshirë dhe dashuri ata shokët aty dhe isha dhe nga jugu prisja të theksin si nga piluri, bëja atë ndryshimin e vendit. Megjithatë, krijova miqësitë e mia, shkolla ishte shumë bukur, të gjitha bukur. Në 90-ën kur u hapën këto kufijt ose akoma nuk ishin hapur ambasadat, filluan këto përçarjet e para, trazirat e kohës që nuk kishe mundësi për shembull nuk qetësi as në shkolla, as në rrugë dhe as kudo që kaloje. Megjithatë unë shtyva një vit e gjysmë afërsisht 2 vjet, pasi babai im kishte udhëtuar për në Greqi për herë të parë, maleve, kishte shkuar aty rreth 1 vit dhe kishte krijuar atë, me thënë të drejtën, folen e parë, dhe mbas asaja, një telefonat, mbas 1 vit e gjysmë i thot tezja që duhesh të vish të marrësh Brunën, i thot se kam shumë frikë që ta kem këtu mbi veten, mbi shpatullat e mia, kam merak goca mos më pson gjë dhe duhesh që të vish ta marrësh, sepse dhe shkolla në atë kohë ishte shumë e vështirë për të vazhduar studimet aty ku kisha ëndrat e mia. Edhe ashtu bëri i matë, mbas 1 vit e gjysmë, afërsisht rreth 2 vjet, në 1992 afërsisht, erdhi dhe më mori prap. Aty ishte një goditje për mua si Bruna shpirtërore, goditja e dytë që u largova nga shkolla dhe nuk pata mundësi ta mbaroja për momentin. Megjithatë babi ma bënte më të lehtë rrugën, largimin, do shkojmë në shtëpi, do vemi në Greqi, do ecësh përpara, ke babin mos u mërzit, dhe megjithatë kështu shkoj. Më çoi në fshat dhe mbas fshatit më merr dhe shkojmë në Greqi bashkë të dy maleve. Do flasim tani për Greqinë. Po. Por 1 minutë atje kishe babain, këtu bashkë me ne janë të gjithë ata që na ndjekin, teleshikuesit, dhe i përshëndes me zemër. Faleminderit që na ndiqni dhe të gjithë ato që harxojnë kohën e tyre për të hedhur, për të shkruar dhe mesazhe. Pra, përkushtohen programit ton. Ju falenderoj me zemër. Këtu kemi mikën ton Laura, mirëmbrëma Albina mikja ime, mirëmbrëma Bruna Thanasi, mikja ime, ajo na përshëndet dhe na uron për programin. Falenderit Laura dhe ne të përshëndesim. Mikja jon. Falenderit Laura, mikja jon gjithashtu. Kemi Adriana, mirëmbrëma Albina dhe poete Bruna. Ju uroj emision të mbarë dhe bashkëbisedim të mirë. Ju ndjek me kënaqësi. Mirëmbrëma Ari, faleminderit dhe prej nesh për qafime. I përshëndesim të gjitha gocat, janë të mrekullueshme. Faleminderit që na ndjekin dhe janë me ne sonte këtu. Po, her pas here do të ndalemi dhe t'i përshëndesim dhe të lexoj mesazhet e tyre. Patjetër. Tani të vazhdojmë përsëri me Greqinë, që u nisi. Aty Albina me vërtet ka qenë një eksperiencë duke u larguar nga shkolla në një heshtje pa zë. Ajo dhimbja që nuk shpreh dot asgjë, vetëm ke atë stresin dhe anktin se çfarë do të dali përpara, një gocë e vogël, 16-17 vjeçe. Shkua me babin, babi I dinte rrugët e maleve, pasi kishte bërë edhe një herë atë rrugë për një vit.
një 2 herë, ma bënte më të lehtë, po, edhe kur shkuam në Kakavi aty, unë pasha të ndryshimin në Shqipëri, Greqi, që kishte më shumë drita andej se sa këndeja. Dhe duke ma bërë babi më të lehtë, e harova dhimbjen e shkollës, e harova të largimin nga nëna, edhe me babin përpara. Kur shkojmë aty kemi kaluar ca male, më tha babi, ti që je vogël, tha, do kalojmë, tha, dhe do kalojmë te rruga kryesore, tha, aty nuk ka kontrole, tha. Edhe do të nxjerr babi te rruga, tha, dhe do ja bësh me dorë shoferit, tha, se vetëm kështu ndalojnë, tha, që të na marrin për në Athinë. E nëse unë kaluam aty, atë male kodra qa ishin, ndaloj aty, edhe me të vërtet, babi i dinte ato pikat ku ishin vendet që do na merrnin, edhe ndalon autobusi dhe futemi brenda. Futemi brenda, shkalojmë ato Janinën, Patrën, ato, unë po isha fokusuar të dritat e Patrës, nuk kisha parë në Shqipëri të tilla drita. I thoshe babi çfarë këtu, tha babi, më thoshte babi që do jetë akoma më bukur, thoshte, mos ki merak. Çdo gjë do shkoj bukur. Gjithsesi ashtu ishte, si thoshte babi. Shkuam aty në atë shtëpinë e vogël që kishte marrë babi aty në Korintho, e mbaj mend si tani. Më futi në shtëpi, futemi brenda tek ajo shtëpi, ata grekrit na kishin mirëpritur shumë mirë, me thënë të drejtën, sikur na kishin familjarët e tyre për jetë. Ajo shtëpia plot me roba, plot me qumshtra, me ushqime, me të gjitha, dhe isha unë vetëm me babin dhe me një motër tjetër më të voglen. Mami im me kalamajt e tjerë në shtëpi, në fshat. Nuk i merrte dot të gjithë, sepse atje kishim dhe parcela rush, në atë kohë bej, kishte shumë, nuk e mbyllte dot shtëpinë. Kishim emigruar unë, babi dhe motra. Aty, në fakt, na morën ata grekrit që jam shumë mirënjohëse, na kanë hapur shpirtin, dyert e tyre, gjithçka, na kanë bërë pjesë të familjeve të tyre, na kanë pagzuar, na kanë dhënë punë, fillova punë direkt me babin, pasi kam qenë dhe një punëtore, që të them si të emine nga labët, e papar. Shkoja deri dhe në ndërtime me timat. Aty u ambientova në mënyrë shumë të mirë, edhe më pëlqente. Harova ato dhimbjet e shkollës së mesme qilat. Më pas, se do na janë historitë janë shumë të dhimbshme, shumë të bukura, por ne kemi vetëm një orë kohë dhe nuk i kapim të gjitha detajet. Por mua do më pëlqente të dija më pas mami me fëmijët e tjerë si erdhi atje, u bën dokumentat. Pasi ndajmë aty në Greqi një periudhë të shkurtër kohore me babin, shkuam në Shqipëri, ngarkuam një fortigo me roba, me televizore frigorifer dhe shkuam në Shqipëri përsëri, sepse nëna ime kishte shumë nevojë për babin, për rushin, për hardhit atje, ato baçet që kishte, dhe do ktheheshim prap. Do ktheheshim prap, shtëpinë e kishim në Greqi, ato gjërat aty, edhe u kthyem me sa mbaj mend mirë aty në Shqipëri. Ndonjëm një periudhë kohore shumë të shkurtër, dhe kur vajtëm aty në Pilur kishin hapur një shkollë për gjuhë të huaja italisht, dhe babi gjën e parë që më bëri shkom thoshte të mësosh italisht. Aty fillova prapë të mësoja gjuhën italishte, një periudhë shumë kohore të shkurtër, dhe mbas asaj u larguam prapë në Greqi, bashkë me nënën, me kalamajt, të gjithë. Gjithë familja. Gjithë familja. E ndaluam rrugtimin tonë në Greqi, e mbyllëm shtëpinë në këtë moment, dhe aty filluam jetën familjare të gjithë me prindrit. Mbas ca kohësh, babi e kishte merak rushin në Shqipëri, dhe për një periudhë kohore duhet prapë të largohesh bashkë me nënën që të rregullonte rushin, ta dignin, ta bënin raki dhe verë. Dhe mbas asaj periudhe, ne motrat e mëdhaja ndënjëm në Greqi për afërsisht 1 muaj, dhe në atë moment kur iku babi në Shqipëri, ishte dhe ajo më tragjikja që në ndodhi, iku dhe su kthye më. Kjo ishte. Dhe ne u detyruam si çupa si motra, jemi futur në për familjet greke, në një familje të pasur greke që kishte nënën motrën, nënën çupën edhe djalin, dhe ata na kanë mbajtur brenda në shtëpi për një periudhë kohore, derisa ne të stabilizoheshim dhe të sillnim sërish nënën me 3 kalamajt nga Piluri në Athinë. Kanë qenë familja jonë, ata grekrit kanë qenë mbështetja jonë shumë e rëndësishme në jetën tonë, pasi mua më njohën mirë se çfarë goce isha, shkathet punëtore dhe zgjuar në të vërtet. Aty më futëm dhe në një shkollë greke, pasi e kisha mësuar dhe greqishten me hapa të shpejt,
Dhe më mësuan, më shquan në një shkollë gjimnazi për një 2 vjet tjera, se u thoshja unë historinë se si kishte ndodhur në Shqipëri, që e kisha lënë shkollën dhe u munduan duke punuar tek ata brenda dhe duke shkuar në shkollë për të mbaruar atë shkollën time që e kisha kështu të zemërtira, pik në shpirt. Pasi babi im e kishte ëndër që unë të besha dikushi. Nuk e pa, shpresoj ta shikoj nga lart. Po, patjetër, ne besojmë edhe të jeta. Po. Përsëri kemi Laura Larën që na shkruan, faleminderit Laura. Tam shkruar thot një biografi të vogël për mikën time poete, për poezinë e saj dhe për shtypjet e mia si bashkëkrijimtare. Laura, të përshëndesim Laura, faleminderit. E përshëndes dhe unë Laurën pasi më ka krijuar përshtypje të jashtëzakonshme, më e shfutur në zemër. Jo vetëm si poete, por dhe si njeri tepër i thjeshtë dhe tepër e mrekullueshme si femër. Faleminderit. Kemi një emër grek që të përshëndet, unë nuk arrita lexoj edhe aq bukur. Ava, mund të ma thush ti emrin pastaj? Eva? Ava Takofi Pavaymu, nuk mund ta them komplet greqisht. Do jetë ndonjë nga këto, në kishat e mia në greqisht kam miksturat të vaj. Jeta jote një libër i madh, të përqafoj zemër. Përshëndetje. Edhe unë. Stafit nga Athina. Përshëndetje stafit nga Athina. Faleminderit. I përshëndes me shpirt. Roza Sherifi. Ky popull shqiptar shumë kena hek, thot. Me të vërtet, Roza, kemi hek. Faleminderit që ndërhyn. Të shkruan Faleminderit. Ton. Bruna, ne jemi të kujtimet e tua të bukura me familjen tënde, por dhe të një dhimbje e madhe që tashmë e ke kaluar në vite, ajo ngele gjithmonë në zemrën tënde, por do vazhdosh përpara dhe jeta vazhdon. Normalisht kam një gocë me thënë të drejtën që e kam shoqe mikesh të gjitha dhe më ka porositur mami nuk do qash. Duke por ne kemi një zonjë që ka dërguar një mesazh në adresën time dhe do që të përshëndes dhe unë do t'ja plotësoj dëshirën. Emri asaj do dali në fund, unë kam emrin e shkruar me emrin dhe emër. E nderuar moderatore e televizionit Një Dritare Albina Ceka. Ju lutem transmetoj këtë mesazh Brunës. E dashura ime Bruna, kur më thej se do të jesh në një intervistë, vendosa me vështirësi se ku të gjeja fjalët hyjnore për ty. Vargjet e tua të lidhura kaq bukur, e që flasin kaq shumë për madhin që qanë ngurin, për dashurin e humbura, e të gjetura, për përshkrimin deri në detaj, për fabulën që gjem e trajton me kaq thjeshtësi, e kaq domethënia që çdo kush e gjem veten aty brenda. Fjalët e mia nuk mjaftojnë për të folur për ty, pse ti je thjesht e mrekullueshme. Bruna, mos harro, të dua shumë e të dërgoj mira përqafime nga Tirana ime. Ti na dërgo vetëm poezi. Kush është Bruna? Nga Ana. Ja që gjeti edhe Bruna. Pra, nga Ana Çakalli kemi këtë mesazh shumë të bukur për Brunën. Bruna, do t'i thuash diçka? Po. Të shkurtër Anës? Çfarë të them për Anën? Një femër e plotësuar me plot gojen, një njeri shpirt bukur, nuk ka se si të bijë. E kam gjakun tim, e kam shpirtin tim, është tepër femër naive, e zgjuar, e bukur. E dua, nuk e di. Më shumë, di se çfarë të them për Anën, që është e vuajtur si puna ime, ka kaluar kalvarët e saj, edhe po kalon në jetën akoma më tepër se mua, dhe gjithmonë nuk e ka humbur buzëqeshin e saj, asnjëherë si ka rënë në tokë. Edhe jemi të dyja diçka të vuajtura dhe gjithmonë motivojmë njëra tjetrën. Dhe i them Anës që e dua pafund, pavarësisht se Palot, Adriana,
të ka dërguar një mesazh shumë të bukur. Ai përqafimi i saj më mungon, por nuk më mungon dashuria. Kjo është e rëndësishme, se ne do dalim edhe tek lotët tuaja që nuk ndalen nganjëherë, patjetër. Tani folëm për Greqinë. Do donja që në fillim, nga këto lotë që të rodhen pa apritur, na lexosh një poezi që i ngacmon këto lotë kaq shumë. Kendi një poezi sonte, dhe shikuesit të njihen tani me poezinë tënde, ato që nuk i kanë lexuar në Facebook, mund të themi. Po. Kam përgatitur një poezi, Albina. Në fakt e kam bërë me lot, dhe kur i kam bërë me lot, kam qarë, dhe se kam ulluritur. Një diçka që e shkruaj e ndjej shumë me shpirt. Unë jam një gocë që e kam lënë vendin tim, e kam si të praktisur, por nuk e kam praktisur nga shpirti asnjëherë. As njerëzit dhe as malet e mia ku kam shkelur. Megjithatë unë e kam këtu përpara meje dhe të parën që doja të recitoja ishte vetëm kjo. Ndofta nuk jam mirë për recitim, por do mundohem. Dëgjoj me kënaqësi. O mall i pashuar, do t'ja dal një ditë, me shpirt do zvaritem. Vërtet do ngjallem kur këmbët të më vriten. Do puth dhe unë dhe gurat, ata më njohin mua. Hapin mandien dhe gjëmbin në thua. Zallin do të ngjit, të mbrij lart në male. Se di nëse do gjej si dikur ca stane, do ulem me barint, këmbë kryq në male. Të më thonë ku ishe, ku ke që në xhane. Një puhiz ere, e ngroht si vale deti, të më puthi trupin e lodhur bër kallo. Do ndihem vajzë mali, jo grua kurbeti. Një yll i natës, të më vesh velo. Do mbledh një tuf skupe, të butë si më ndafshin. Të gudulis pak veten që t'i shtoj pa kafshin. Nga vesa e barit, do zgjuhem prej mëngjesi, dhe një vajzë mali, do ndihem kurse si. Në më mbajtën këmbët, të shkoj tek burimet, do shuaj etjen që më mbyt prej vitesh, nga uji i ftoft, do freskoj kurtimet. O mall i pashuar, mos më tret kurbetesh. Faleminderit Bruna. Ja lotët po më vinë edhe mu deri tani. Të them të drejtën, një emocion shumë i rradh. Faleminderit për vargjet që ndave me ne. Ne emigrantët vërtet kemi marrë rrugët e botës dhe te kjo poezi e gjejnë veten pothuajse të gjithë emigrantët. Ne kemi një diçka në shqiptarët që gjithmonë e them, kemi një traditë, sikur na ka bërë një nënë dhe një babë. E kemi një mentalitet, një zakon, kudo që vemi, kemi të njëjtin hall. Dhe kështu a ky hall na përfaqëson gjithëve. Po, Bruna, dhe nëse edhe mua po më vinë lotët sonte, kemi folur bashk, dhe unë e di pak a shumë mallin tënë për Shqipërinë, të cilin do ta thuash pas pak. Por le të heqim lotët pak, përshëndesim edhe një herë ato që na shkruajnë dhe na ti falenderojnë. Unë vetëm të drejtën, po të ndërpres një sekond. Kam shumë miq të dashur në Facebook dhe kanë pritur këtë moment për mua, pasi unë ja adhuroj adhuruesit e mi dhe e di shumë mirë se kur shpret që të më dëgjoj zërin. I falenderoj të gjithë jashtë mase për mbështetjen që më japin dhe më fshin lotin. Patjetër, Bruna. Mbas ekranit. Nuk është vetëm poezia, por dhe personi që je, kaq e dashur, kaq bashkëbiseduese, kaq e afërt me njerëzit, mund të themi, sa që e ndjejmë praninë tënde këtu në studio, sikur të kemi pranë, jo në Amerikë. Faleminderit. Është personi që tërheq njerëzit dhe largu jot pa diskutim. Atëherë, të përshëndesim Roza Sherifi, përshëndetje për ju të dy zonjusha, përshëndetje Roza. Vita Ceka, përshëndetje Albina,
Përshëndetje Vita. Edhe do lexoj mesazhet dal nga dal me të gjithë që na dalin. Kemi Miguel Fior që shkruan përsëri duke na përshëndetur. Ajo shkruan pa fund Miguel Fior. Të përshëndesim edhe ne. Kemi Vasilika Alia, Mirëmbrëma Albina dhe poete Bruna Thanasi, po ju ndjekim me kënaqësi, sidomos rrëfimin shumë të bukur dhe interesant të poetës. Urime suksese për ju. Faleminderit Vasilika, të përshëndesim edhe ne. Faleminderit shumë. Kërkoj falje se disa mesazhe ndoshta na kalojnë, sepse emocionet janë shumë të forta në këtë emision, mund të them. Më që jemi tek emigrimi. Dua që tani të tregosh si u nisët për Amerikë dhe hapat e parë. A ishte e dhimbshme emigrimi në Amerikë dhe si a dole ti të jesh ajo që je sot atje? Nëse do thosha një fjalë? Po, të dëgjoj me kënaqësi. Çfarë përshkruan Brunën është vetëm dhimbja. Po. Bruna, do fillojmë që dhimbja. Ndofta do thonë njerëzit që po kjo pse qanë, po. Jo, tani do ju shpjegoj njerëzve për dhimbjen e Brunës. Unë kam folur me Brunën edhe përpara që të lidhem me Brunën këtu në emision. Bruna ka plot 21 vjetë, nëse zgabon 21 vjetë. Nuk ka shkelur në Shqipëri dhe madhi asaj është më tepër se i gjithë neve që ndoshta shkojmë në Shqipëri. Prandaj tani po fillojmë me jetën tënde në Amerikë dhe dal nga dal do t'rregosh edhe pse nuk ke arritur akoma të jesh në vendin tënd. Dhe kjo është madhi i madh që lotët tuaj rrjedhin kështu. Po, nuk e kam patur ëndër Amerikën si të gjithë që thonë që e kam ëndër Amerikën. Se kisha absolutisht, sa isha martuar, kisha bërë gocën, gjërat ecnin shumë mirë me burrin, ishim stabilizuar, afër nënës, afër motrave, vllajt, një familje e ngrohtë si nga ana e burrit edhe nga ana ime. Kur një ditë na vjen një ftesë nga Amerika, nga motra e burrit dhe thotë, pse jo mos vini këtu, do ju dërgojmë ne garancinë, edhe të vini këtu. Nuk isha gati as shpirtërisht dhe as më thot burri që shkojmë një herë në Amerikë, thot se si dihet më mirë atje. Po jo i them unë, se nuk, ne tani sa u martuam, bëm gocën, si do largohemi. Nëse e bizetuam, ram dakord. Nëna ime nuk qekët dakord kur. Sa ja thash nënës si do largohem, filloi të qante. Ku do mlesh mua, unë ty kam krah, njërën tjetrën, edhe i thash mamit, mami si të gjithë do iki dhe do vi prap, me mendimin se do vija prap. Nëse mami, duke mos ma prishur mua të rjetën, mirë të ke qenë mami, tha, zotë ta bëj mbar, mami nuk do që të ndërhyjë në jetën tënde, tha, sepse nuk kam ndërhyjt asnjëherë, merr vendimet e tua, mami të uron të bëhet diell. Mbasi na do na i bëri zoti atë rrugën diell, na dha dhe vizën për në Amerikë. Të treve, mua çupës edhe çunin. Erdhëm në Amerikë, mbasi u shkëputëm me nënën, me familjarët. Erdhëm në Amerikë dhe duke menduar se Amerika ishte ai vendi i ëndrave, ai vendi që po thoshnim neve, sikur e mendonim në mendjen tonë. Duke ardhur kemi hasur vështirësi të papara, nga gjua, nga miqësia, larg njerëzve. Thjesht një njeri kishim këtu, motrën e burrit, si mbështetje, që na ka mbështetur në fillimet. Dhe duke filluar jetën normalisht si të gjithë shqiptarët, pa gjuhë, pa lek, pa shtëpi, pa prokopi, u stabilizuam me një periudhë të gjatë kohore që mori të paktën 5 vite të merja frymë që të thoshja jam këtu. Po përfundimisht, për 5 vjet, e gjeta veten, mbas 5 vjetësh që kisha humbur veten time, nuk e dija se ku isha, pasi nuk ishte kjo teknologjia e re që kemi tani, kamerat, lidhjet me njerëzit, me të gjithë. Ishte më vështirë psikologjikisht për një vajzë rritur jetime me nënën, me vllajën, me motrat. Gjithsesi, unë e gjeta veten time mbas 5 vjetësh, jam stabilizuar, por nuk kam patur fatin si të gjithë që të udhëtoj. Dokumentat i kam për në Amerikë, po i kam të pa, nëse vi nuk kthehem dot më. Dhe kjo është ai burgu im i hapur,
që e kam atë lirin këtu, po nuk e kam lirin të shkoj të vendim dhe ndoshta prandaj janë dhe këta lotët e mi të mbledhur ndër vite. Dhe është normale, por megjithatë më vinë motrat, më vinë nëna, më vinë njerëzit, nuk kam pse të bëjmë kështu, po janë ato momentet që unë shpërthej dhe malli bën të vetën. Po. Patjetër, unë edhe cika dhe më përpara që malli yt është i ndryshe nga të tjerët, ose mund të ketë edhe të tjerë që kanë plot si mua, plot. që nuk kanë arritur të kthehen në Shqipëri për efekt dokumentesh, sepse nuk kanë arritur të gjejnë njeriun e duhur, nuk kanë gjetur rrugën e duhur që të arrijnë të bëjnë dokumentet, kanë hasur vështirësi dhe kjo është shumë e vështirë. Por Bruna, ti atje në Amerikë tani, vërtet nuk e arritur të shkosh në Shqipëri, por jeta si vazhdon aty? Jeta ime këtu vazhdon, është një jetë shumë e vrullshme, shumë e stresuar, punoj 2-3 punë pa ndalim, pasi gjërat vërtet s'më kanë ecur mirë, por s'më kanë ecur mirë edhe tani kohët e fundit me bashkëshortin, ka qenë pa qef, edhe detyrohem që të punoj dhe më shumë për të mbyllur hallet dhe problemet familjare, si çdo njeri, duke i vënë në shtëpis shpatullat. 2-3 punë nuk është e lehtë të bëj një grua. 2 fëmijë në shkollë, një gocë në universitet, një çun në shkollë të mesme, me një nënë andej larg, me halle me probleme si të gjithë shqiptarët, jo se i ka nëna ime, të gjithë kështu i kemi. Larg nga dheut, vijon jeta shumë bukur, jam integruar, por vitet e para kam mbajtur jashtë mase se si të gjithë shqiptarët kam punuar në restorante, në puna të vështira, nuk e kam gjetur veten kur. Edhe tani jam stabilizuar pasi punoj në dyert e spitalit, kam gjetur paqen, kam gjetur me njerëzit aty të gjithë që më duan, më respektojnë për këtë që jam. Edhe punoj si teknike laboratori, një punë që dëshiroj e bëj me shumë përkushtim, me shumë delikates, do shumë dashuri, edhe unë e bëj, edhe gjej paqen aty brenda me pacientët e mi, me miqësitë e mia që kam aty brenda, me shoqëritë, edhe kam gjetur veten, me thënë të drejtën, nuk jam e dëshpëruar nga kjo ana e punës. Pasi kudo që futem, i kam lënë vend vetes edhe më duan të gjithë, në çdo lloj pune që kam punuar. Kam gjetur veten. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po. Ne të gjithë bëjmë dhe veten, nuk është se bëhemi nga të tjerët. Ja. Por dhe për krahja, kur je emigrante, si që përmende për krahjen që ty të kanë rënë edhe në Greqi, jo njerëz racista mund të themi, dhe për krahja të bën të nxjerrësh për të mirën tënde. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë jam e lumtur për ty se paktën nga gjithë kjo mungesë, nga gjithë kjo dhimbje e madhe, se ne po shkojmë në Shqipëri dhe dhimbjen e kemi në shpirt dhe vendi ynë asnjëherë nuk harrohet. Imagjino ti si ke 21 vite që je larg Shqipërisë. Jam e rrethuar me dashuri nga njerëzit. Që nëpërmjet poezisë dhe nëpërmjet studimeve dhe punës ke gjetur dhe të mbushësh bushllekun sadopak. Unë do i lutesha regjisë, me që tu do flasim edhe për poezin, pavarësisht se historia e Brunës është shumë delikate dhe shumë interesante, ne do flasim për poezin, se me poezin e njoha unë Brunën. Tu që i lutem regjis, na japi ndonjë video poezi me autore Bruna Thanasin. Bruna Thanasi, që them emrin Semarak. Unë një ditë të bukur dimri, kur ti më duke si behar, s'të furare as pak nga emri, veç kur të pash s'gjeta karar. U përtypa brenda vetes, sa po shtyma s'shkon në park, por aty në si të botës, mblodha veten pak nga pak.
O Zotë o Perëndi, murmurita në përbuz, shqyr që gjeta një njeri, është poezi, është muzë, por dhe ti njësoj si unë, gurë e priqe, bënim plane këtë shtunë, puthjen si kalita pishje. Ne u pam, u përqafuam, si të njiheshim një jetë, pus bi pus kalëruam, puthëm si puthen poet. I kudimri edhe behari, gjithashtu edhe viti plak. Për çudi, më mbeti emri, t'ja them emrin, Zemërak. Kam frikë të hedh një hap përpara, si kam besim viti të ri. Kam frikë ta filloj nga e para, kur digjesh edhe pishesh në dashuri. Kam frikë vërtet të ndëroj, e kam paguar sa frëngu pulën. Kam frikë që ta besoj, t'i jap firmën edhe fulën. U mësova me të vjetrin, nga zakonet, gjerë të kushjet, më mirë të humbas dhe trenin, gjerë sa rushi të napishet. E mori dreqi këtë punë, më mbeti syri mbi tastier. Hapin e parë do t'a bëjon, se jam femër, kam më vlerë. Dhe pak orë i mbeti vitit, jashtë është ftohtë, por dhe shi. Më dridhet buza, bebja e syrit, por unë do t'vi, edhe nëse s'do ti, do t'vi pa tjetër dreqje mori. Një plagë në buzë më kutulis, i nati në dritë, as kam në nëzori. Me puthje vitin, do t'a nisë. Dashuri, Bruna Thanasi. Më godulis ky malli vjeshtës, më çon larg vendlindjes time. Kujtoj atë lulen e gjeshtrës, verdhonte mbi brinja e burime. Shikoj ca male, fusha e kodra, kur mi pastojnë miqtë e mi, më gëzon shpirti, më zgjohet ëndra, në fyt më mbeti kjo lakmi. Malet trupin e kanë të rjepur, në çdo brinj buluar shkure. Një mall mbi mua është të qepur, kot më thonë, mjaft umbure. Shikoj ca shporta plot me fruta, që nga fiku e tek burla. Mbi një lutje shpirtin zbuta, në ato male më rran të ulla. Ky malli i vjeshtës më godulisi, kur shoh një mal, një fush, një kodër, më zjati vite, sa zjatet lisi. Nëse vdes, të vdes mbi ëndër. Mos vdeksh kur, Bruna Thanasi.
Ja ku kthyem përsëri me emocione, patjetër. Ky emision I natës së sotme ka emocione pafund. E falenderoj Brunën në radhë të parë që ndau me ne gjithë të emocione, historinë e saj të veçantë. Falenderoj me gjithë zemër të gjithë ata që na ndjekun dhe ata që shkruaj. Më falni pak për emocionet sepse edhe unë jam emocionuar. Normale. Atëherë kemi Ardian Elda Çakalli. Suksese fort. Ti meriton më shumë se me lanë zemrën të pash ty dhe emisionin një dritare dhe një zonjë Albina Ceka. Të përshëndesim, falenderit. Do lexoj mesazhe edhe më pas, por unë kam dëshirë që të lexoj një poezi të Brunës, nëse Bruna është dakord me mua. Jam dakord, patjetër. Okay. Në dashuri në duaj datën. Të kuptoj pse grindeni. Kemi kaluar 100 të zeza. Në vend në puthje që të çmendeni, një hapin derën e hynisa. Në fund se meritojnë. Kallet një në kanë gjuar. Në fatin tonë një të punojnë, gjithmonë të zgjidhni të dashuruar. Për një fjalin ati koshtë, ja shkun punin të në riskë. Ishtë një bëjnë dhe që e fin botës, vrasë në omonë në të risë. Të të rishë dhe të të buzaime të të është qatë. Ma mundësi sa ka së këndetësh në dashurin të buin gafën. Prandaj I dashur ti dhe unë I dashurit të lurën shërëti. Të bëjmë si kur bëjmë ndo një puna, mbi të përcjellin të qëri. Kjo poezi mbillet bukur në fund. Me gjithë figurat stilistike që ka brenda, me gjithë emocionet që ka brenda, stilin e bukur të shkruarit, mjeshtrim. Ajo që më bëri më përshtypje të kjo poezi ishte më të vërtet mbyllja e bukur, se ne shkojmë me zanka. Ne ecim me halle, me lumturi, me gëzime, me dashuri dhe në fund ajo dashuri që qëndron deri në pleqëri ka vlerën e saj të padiskutueshme. Faleminderit Bruna për këtë poezi, për këto vargje kaq të bukura. Faleminderit dhe ti. Me thënë diçka, poezia për mua ka ardhur në një mënyrë për të më dhënë frymë dhe për të mbajtur atë gjitha të peshën që kam për brenda, dhe unë e kam si motiv, do me thënë që përkundrazi të mbete me pa thyeshme në atë që bëj. Përballë vetes time, atë që ndiej, ta shpreh bio ashtu si e kam. Jo të korrigjoj dikë, nuk lexoj dikë që të marr ndjenjën e tjetrit, po e bëj ashtu si e ndiej, ashtu si e përjetoj. Nëse u zura bëra një debat të vogël me burrin, unë e them bio ashtu si e bëra, ose në dashuri, kur kaloj bukur me burrin ose me njerëzit ose kështu, unë e shpreh ashtu si e ndiej dhe nuk jam ajo goca që të mbaj fort ndjenjat e mia. Kam atë lirin time, e kam fituar këtë liri prej njerëzve, prej bashkëshortit, prej fëmijëve, dhe kam atë mundësinë time që t'i shpreh gjërat ashtu si janë bio. Nuk ndrohem nga asnjë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, kjo më tërhoqi, e thash edhe në fillim, në profilin tënd, më tërhoqi poezia dhe sinqeriteti I poezisë. Disa pyesin sa libra ke shkruar. Edhe këtë pyetje unë ta kam bërë. Dhe nuk të thash nuk është e rëndësishme sa libra ka. Librat janë të rëndësishëm. Unë I vlerësoj dhe libri është dituri. Por kur lexoj diçka shumë të bukur në internet që se kam lexuar nëpër libra, të them të drejtën, unë nuk të pyes sa libra, por unë të pyes se nuk I shkruan librat dhe kur do t'i shkruash ti vesh të poezi kaq të bukura në libra. Momentalisht jam duke punuar në krijimet e mia, në ndjenjat e mia, nëse ndiej shkruaj, nëse nuk ndiej nuk e shkruaj, por jam në një rrugëtim që I përmbledh të gjitha përmbledhjet e mia poetike dhe pse jo të përgatis dhe unë librin e parë të poezisë, të rrëfimin tim shpirtëror, por jam në një proces vërtet të ngadalt të Albina, por të sinqert. Dua të bëj diçka
jo madhore, për të dukur, por dua të bëj një diçka të vogël që të më përmbushi mua të parën që e kam ndjenjën time. E kam këtë proces të ngadaltë, e di, nuk dua unë, është puna se unë nuk jam e përqendruar momentalisht në këto gjëra. Gjithçka do ketë kohën e vet. Po gjithçka do vi në kohën e vet dhe kur është e shkruar, sepse duke punuar shumë, nuk jam e fokusuar në këtë. Jam tek ndjenjat e mia, i shkruaj, nuk i humbas, ato që i përjetoj për dita, që t'i kem aty, po kur t'i jem gati do t'i botoj në një libër të mirë, edhe do e bidurat, e kam dhe si fiksim që ta bidurat, për shembull, jo tek bruna, financat e mia të shkojnë diku që të hyjnë te një familje ose tek një njeri që ka vuajtur si puna ime dhe t'ia fal atij ose asaj, kushdo që të jetë. Patjetër, dhe mendimi nuk shkruaj për është një hap shumë i mirë, më thënë. Po, nuk shkruaj për të bërë famë ose për të bërë lek, por dua të shkruaj të mbetet diçka e brunës, aty shpirti i saj. Poezia është gjuhë ynore, është shpirt, nuk është se shkruajmë, nuk e di, ndoshta ka poet që shkruajnë për të shitur, por nuk është gabim edhe të shesësh, sepse jo, absolutisht. Dhe i përgëzoj ato që arrin të shesin librat e tyre, por në radhë të parë poezia është shpirt dhe as nuk mund të shitet, as nuk mund të blihet, as nuk mund të mësohet mjeshtria gjatë viteve, por vetë muza është shpirti njeriut. Po që kam ëndrat e mia si çdo njeri që shkruan, sidomos ne që hedhim ato ndjenjat tona në libër, në flet, kam dëshirë dhe unë që të bëj një libër, edhe një roman për veten time, për jetën time të përjetuar, se kam shumë gjëra për të treguar të bukura, jo vetëm trishtim, kam vetë dashurisë, jam femër që jam dashuruar fort, kam luftuar fort për dashuritë e mia, se s'kam patur një dashuri, kuptohet. Edhe kam dhe unë atë forcën time si grua, si femër, një ditë do t'i shpalos. Patjetër, sa më shpejt të arrijë libri yt i parë dhe ta kemi në duart tona, ta lexojmë me kënaqësi të gjitha poezitë e rreshtuara. Patjetër. Tashmë bota ka evoluar. Poetën më apo shumë të shpejt. Dhe jemi në epokën e teknologjisë, mund të themi. Po. Edhe pika që është tani në evolim është inteligjenca artificiale. Po. Do të pyesja ty si brun, sa je e futur me teknologjinë dhe a e përdor inteligjencën artificiale për diçka të vogël, apo akoma nuk je në këto hapa që të hysh dhe me inteligjencën artificiale? E ke fjalën në artin, në poezinë, apo në përgjithësi? Poezinë nuk ke nevojë, sa ai që ka muzën s'ka nevojë, mund ta përdorësh për redaktim, për një shkrim të lehtë që nuk ke kohë të merresh dhe ta korrigjosh për këto gjërat e vogla. Në asnjë mënyrë për të krijuar poezi. Po. Nuk e di unë, pastaj do të thuash ti. Absolutisht. Të krijosh poezi. Absolutisht nuk e kam provuar ende të marr dorën dhe ta shtyp AI ose GPT-n, absolutisht. Nuk e di se si funksionon, fëmijët e mi e din të gjitha, por unë qëndroj jashtë kësaj teknologjie, nuk jam dakord në asnjë mënyrë. Në poetikën jo njëherë që unë besoj te poezia bio, kështu siç jam dhe kështu do vdes. Por nuk klikoj fare që të interesohem se çfarë ndodh brenda në atë botën e inteligjencës artificiale. Është ajo zhaba që ha mishin e saj të ngordhur dhe nuk ka ndjenja për brenda. E ke parasysh? Është një diçka që nuk ka ndjenja brenda, nuk të flet gjë me gojë. Inteligjencën artificiale, edhe nuk kuptohet se si funksionon inteligjenca artificiale. Ne po flasim për inteligjencën artificiale sepse është me të vërtetë teknologjia e kohës që po përdoret gjërësisht. Nëse do të krijoj një poezi, inteligjenca artificiale, jam dakord me ty se është si diçka e ngordhur. Nuk të duhet sepse s'ka shpirt. Por unë nuk e di nëse dikush ka inteligjencë shumë të avancuar dhe mund t'i krijoj poezi. Në realitet, inteligjenca që përdorim ne, o që hymë ne dhe shohim, se jemi kurioz për teknologjinë, nuk të krijon poezi. Ajo kërkon diçka nga ti, edhe mund të bëj një korrektim të lehtë.
Po. Nuk e përdor. Ose nuk e njoh pas unë inteligjencën, vetëm thjesht e futëm këtu për të ditur se disa ndoshta edhe shkruaj me inteligjencë, nuk e di as. Poezia për mua është dhimbje, dashuri, nuk e përdor. Është ndjenja nuk i ka inteligjencë artificiale, jam dakord me ty. Fjala poetike ka nevojë për zemër dhe jo për një makineri, kupton? Nuk interesohem absolutisht fare. Nuk jam në botën e inteligjencës artificiale dhe nuk e di se si funksionon, mbase jam jashtë bote dhe pse jetoj në Amerikë. Por nuk intereson kjo pikë. Nuk më intereson fare. Biles dhe goca më thotë që duhesh ta mësosh se do të ndërhyj në punët e tua në kompjuterat që punoj në punë në spitale, por absolutisht nuk jam e interesuar për momentin. Të mësosh. Po. Dhe të vështrosh se si bëhen, nuk është kurrë e gabuar, kështu që ka të drejtë goca jote. Po. Atëherë, një poezi tjetër. Po. E ka ndash me ne. Një ke gati? Po. Okej. Kam një poezi këtu, pasi si të thash, e kam krijuar kur jam bashkuar me disa vëllezër shqiptarë këtu në Michigan, në një festë, dhe është një poezi e shkruar mundësisht, kam ndaluar makinën në rrugë dhe e kam shkruar që të mos haroja derisa të shkoja në shtëpi. Okay. Sa shpejt që iku ajo natë. Unë djeva motra e secilit. Shqiptari ka zakon të artë, pesar si kënga e bilbilit. Këndova himnin e atë dheut, o në naime Shqipëri, si një labe e mes dheut, mora krathë për liri. Një godë malë, shpirti ma zbrazi, kur pash shqiptarët e bashkuar. Një jetë të tërë më ha marazi, pse Zoti me ne na ka haruar. Askush s'ma kuptoi emocionin, as mallin që më përvëllonte. Veç pash sa zemra që gëzonin dhe një flamur që na bashkonte. Falenderi që ndave me ne edhe këtë poezi patriotike, atdhetare në të themi. Po. Dhe me të vërtet që poezit tuaja që i lexove të dyja janë poezit e shpirtit tënd dhe shprehin mallin e madh që ke për Shqipërinë dhe dashurinë e madhe përveç mallit. Po. Të pyes tani me që edhe poezia ka shumë kishtat e rrymën e shqiptarëve të Amerikës. Ka ndihmoni ju shqiptarët e Amerikës me tjetrin, sa jeni të lidhur me tjetrin? Po. Shqiptarët e Michiganit, këtu ku jetojmë ne, janë të lidhur me njëri tjetrin në halle, në probleme dhe në gëzime. Në qoftë se bëhet një fest, të gjithë bashkohen bashkë dhe shpërndajnë atë mirësinë bashkë. Po edhe në hidërime i gjenden shumë njëri tjetrit me aq mundësi sa kanë, këtë kam ndier unë, dhe prandaj dhe më tërheqin dhe këto festat e nëntorit kur shkoj, festa e nënës, Krishtlindjet kur bën festat e vitit të ri, janë të gjithë aty. Shkojnë, pothuajse shkojnë të gjithë. Edhe kur shkon për këto festat, mua më duket si një copë Shqipëri, nuk e di, por sikur më ka ardhur atë dheu aty. Sikur më ka ardhur atë dheu aty, edhe miqësohem shumë shpejt, e shijoj festën, edhe mendoj se e kemi të nevojshme të gjithë shqiptarët që t'i gjendemi pranë njëri tjetrit. Është shumë shpirtërore kjo dhe shumë duhet që të bashkohemi akoma më tepër mendoj për çdo lloj problemi, sepse të gjithë si e thash dhe në fillim kemi një hall të gjithë. Vim nga një vend që kemi qenë të izoluar për 40 vjet dhe prandaj ky vend na ka dhënë hapësirën për t'u bashkuar dhe për ta ndihmuar dhe për ta mbështetur njëri tjetrin. Ne kemi shumë të nevojshme të gjithë. Prandaj edhe kur ndodh ndonjë gjë e keqe, mendoj se të gjithë shqiptarët janë gati për ndihmë. Askush nuk heziton të mos japë ndihmën, të gjithë kontribojnë për të mira dhe për të këqija. Edhe për atë jam e lumtur që sa herë dëgjoj një diçka, mblidhen bashkë të gjithë.
Me këtë e kam ndjerë me shpirt. Okej, këta ndjem në shpirt edhe sonte, Po. ku shumë teleshikues po na ndjekin dhe shkruajnë. Kemi Lauren se unë e përshëndes, Mikel Flor. E përshëndes. Bruna Thanasi, të gjithë të duan se je një grua shpirt bukur, thot. Faleminderit. Edhe ajo. Faleminderit. Brava Mërgata, janë një mesazh pozitiv për gjithë kombin. Poetët e Mërgatës flash vetë. Faleminderit, të përshëndesim. Miranda Troqiderti që na përshëndet neve, stafin ton dhe drejtorin Gjinusa. Të përshëndesim Miranda Troqiderti. Kemi Margarita dhe Pushi Zeneli, përshëndetje portali Një Drejtare, përshëndetje Albina, ju uroj suksese për emisionin, ju uroj edhe të ftuares suksese. Faleminderit Margarita. Faleminderit Margarita. Kemi Ylli Qela, suksese kësaj zonje, jo vetëm poete, por plot vlera dhe dashurie, sa shumë nevojë ka kombi për zonja të tilla, bekime. Faleminderit, të bekojmë dhe ne, Ylli dhe të faleminderit që na ndjek edhe shkruan. Selmani Bruna. Agim Selbani thotë, Bruna Thanasi është një poete që prek thellë me delikatesën e saj çdo varg, i saj është si një dritare. Pra, të gjithë komentues, po, më përkrajnë dhe mua për zgjedhjen që kam bërë sonte të kemi Bruna Thanasin këtu dhe unë i falenderoj me shpirt. Unë mendoj se nuk do isha këtu me gjithë këta mbështesës që kam dhe i di që më duan, absolutisht dhe më mbështesin në këtë që bëj dhe i adhuroj të gjithë dhe i dua dhe i falenderoj nga shpirti, jo nga zemra, nga thellësia e shpirtit, që më mbështesin në këtë rrugtim, sidomos në faqen Facebook. Unë nuk e kam publike, e kam private, por me sa aq sa kam, nuk e di, i ndjej motrat e mia, vëllezërit e mia, sikur jam në vatrat e tyre. Marr atë godën e rakis aty atë filxhanin e kafes dhe ndonjëherë ju them gëzuar, sepse i ndjej brenda vetes. Po, kemi edhe Prena Prenin, urime për emisionin edhe të ftuarës suksese për ju. Faleminderit Prena, të përshëndesim dhe ne. Por ne dëgjuam 2 poezi dhe na kaluan pa u komentuar shumë të recituara, e mund të themi të interpretuara, njëra poezi nga 2 zëra shumë brillant, të Evi Evit dhe Agim Gjekës që më lejoj që ta unë i përshëndes dhe faleminderit që ma sollët atë poezi dhe e hodhëm sot. Më lejo dhe mua ta përshëndes Evin edhe zotin Agim Gjeka, se në momentin kur Evi më ka postuar këtë poezin, që kanë recituar të dy, i thash Evit, më ler, i thash një moment se dua që ta shijoj, kaq bukur, nuk kishte vend në shpirtin tim që të qëndroja dhe të komentoja me Evin. Thjesht doja ta shijoja ai zëri magjik i Agimit. Unë mendoj asnjë nuk ka ngelur pa dëgjuar zërin e bukur të Evit dhe të Agimit. Të Agim Gjek. Për ata që nuk e kanë dëgjuar, Evi është një moderatore, një nga më të mirat mund të themi, të një radio online të cilën e dëgjoni gjatë gjithë javës. Jo gjithë javës, por çdo javë ka ditët e saj që ajo është online. I falenderoj nga zemra dhe ju a kam për borxh, nuk e di se si do ju a shpërblej. Unë kur më bëjnë një nder, dua t'ju shpërblej 100 fishin dhe do mundem që të krijoj vargje që t'i kënaq njerëzit për atë, se ndryshe nuk kam se si t'u shpërblej, por dhe me dashurinë time dhe i falenderoj nga zemra ata njerëz që më respektojnë kaq shumë dhe marrin ndjenjat e mia dhe i publikojnë. Unë doja të falenderoja edhe Miguel Flor, Laura, e cila kishte zgjedhur një poezi shumë të bukur dhe një interpretim brillant edhe nga ana saj. E përshëndesim, faleminderit që me zërin e atyre. Laurën e përshëndes në radhë të parë për iniciativën që zgjodhi poezin time, ka qenë ajo që e ka zgjedhur dhe unë u surprizova jashtë mase zëri saj, pasi ajo është dhe një shkrimtare dhe një poete shumë e talentuar. Kur lexoj futem në botën e saj unë humbas. Është shumë herë më talentuar se mua, me të drejtën, në atë që është shumë e talentuar dhe e adhuroj, e dua shumë, nuk e di, unë ja them në publik ti e mirësi dhe e dua, e falenderoj shumë për... Është mirësi me të vërtet që shpërndan dritën e saj kudo që... Edhe shpresoj një ditë që të më bëhet mbar dhe këta njerëz që më duan dhe i dua, ti bashkoj kokë më kokë si themi ne, edhe ti përqafoj një herë kështu,
jap atë dashurinë time nga afër. Aq shumë I ndiej këta njerëz që më mbështesin jashtëmasen. Sidomos këtu që jam në Amerikë ndiej shumë dashurinë e tyre. E kam patur dhe të nevojshme, me thënë të drejtën. E kush nuk e ka të nevojshme të jetë I respektuar dhe të marrë dashuri dhe të japi dashuri, mund të themi. Është gjëja më e bukur që mund të bëjmë ne njerëzit. Por për fat që jo të gjithë jemi të njëjtë. Po, unë me faktikisht si Bruna jam me fat, shumë herë them që jam njeri pa fat, por jam me fat në ana njerëzore, jam e rrethuar me njerëz që më duan, më respektojnë dhe kam bërë shoqërira dhe miqësira me njerëz që kanë vlera. Kam hyrë në dyert e tyre me njerëz që më kanë mësuar, më kanë bërë të ndihem femër, e plotësuar, edhe prandaj jam dhe kjo që jam, sepse kam qenë me njerëz të mirë pranë, të zgjedhur. E Bruna, unë do të bëj një kërkesë. Emisioni jonë është 1 orë. Po. Do donja nëse ke kohë, ta zgjasim pak që të kesh mundësi dhe ti të thuash diçka më tepër, të përshëndesësh njerëzit që do të përshëndesësh dhe të na flasësh për planet tuaja artistike që fole pak a shumë, por ti japësh me elemente dhe të japësh edhe mesazhin tënd për ato që shkruajnë dhe për ato që kanë mallin ashtu si ti në shpirtin e tyre, në zemrën e tyre. Pra do ta zgjasim një çik emisionin nëse ti je dakord me mua. Ja, shumë dakord, sepse dhe unë kam shumë njerëz që dua t'i përshëndes. Okej, me kënaqësi. Se më jepet rasti, se këto raste nuk janë të gjithmonë. Po të dëgjojmë këtu sepse emisioni I kanë marruar minutat ose mund të ketë 1 minutë tani, por ne do ta vazhdojmë emisionin. Ne këto të gjitha poetët që kanë diçka tjetër për të thënë, apo personazhet, këngëtarët, kushdo që të jetë, sepse ne nuk jemi emision që ftojmë vetëm poetët, por çdo artist ka vendin e tij nëse dëshiron të vijë në portalin tonë. Në radhë të parë, përshëndetja ime shkon tek ty personalisht dhe te Zoti Gjin Musa për këtë mbështetjen që më keni dhënë dhe më keni dhënë mundësinë të jem pranë jush, të ndaj këtë që ndava, lot gëzimi, hidërimi, mbështetje poetike, në çdo lloj fushe që unë dash këtu, nuk jam pishmend, sepse lotët janë gëzim, sjellin mirësi, edhe dua t'ju falenderoj shumë nga zemra. Qofshi gjithmonë të bekuar dhe unë do mundohem që sa herë të më kërkoni të jem në pranin tuaj. Dhe për gjëra më të tjera në të ardhmen. Një që u bërë pjesë e emisionit. Përshëndetja e dytë shkon meqse e para me gjithë zemër e kam tek juve, po tek nëna ime dua ta përshëndes nëse më shikon. Patjetër që të shikon sepse kushëria jote do ta ketë lajmëruar, do ta ketë mësuar si të hyjë në portalin tonë. Dhe unë jam e lumtur me të vërtetë që ato të ndjekin. E falenderoj sepse jam, më falni, jam kopja në nënës time. Kjo që jam fala sa jam. Jetoj për atë. Dhe kur jetoj për atë, jetoj për fëmijët e mi dhe për atë. E dyta, e treta, dua të falenderoj të gjithë bashkëtarët e mi që më mungojnë jashtëmase. E para falenderimi im shkon tek Zoti Kristo Qipa, që është një nga poetët e fshatit tim, vllai I Lefter Qipës, që gjithmonë sa herë hedh një poezi, më mbështet në atë që kam. Dhe me thënë, kur më komenton ai, më duket sikur thot Bruna ec përpara se po na bën krenare. Edhe I falenderoj shumë, janë shumë njerëz nga fshati im që dua më mungojnë, I dua shumë, shoqet e mia, mikeshat, të gjithë. Dua të përmend emra, sepse kur I përmend emrat, bëhem më keq se murem. Ti je shumë e emocionuar edhe të përmendesh emrat tani, por ato e kuptojnë shumë mirë që ti po I falenderon dhe po I përshëndet me shpirt. Unë të uroj sa më shpejt të arrish të bësh dokumenta ti I ke, po dokumenta që të kthehesh në vendin tënd, ta uroj me gjithë shpirt. Po. Dhe një përshëndetje, dua të përshëndes miqtë e mi në Facebook, të dashurit e mi, burrat dhe gratat që më komentojnë të gjithë,
për mbështetjen që më japin, dhe unë jam gjithmonë e pa lodhur për ata dhe në 2 natës t'ju shkruaj një mesazh dhe për faleminderit për mbështetjen që më japin. I kam shumë xhan të gjithë. I uroj bekime, qoftë një vit i mbarë për të gjithë edhe mos të dëgjoj kur të keqen. Edhe kam dhe një përshëndetje tjetër me shpirt për të gjitha mikeshat e mia këtu në Michigan që i dua fort. Meqenëse më jepet mundësia t'i falenderoj dhe live për mbështetjen që më kanë dhënë, më kanë hapur dyert e tyre, më kanë ndihmuar në çdo lloj problemi, më kanë hapur dyert. Dhe jam bërë pjesë e familjes së tyre. Sa herë që kisha një problem, më thoshin hajde këtu se ke neve. I falenderoj nga zemra dhe gjithmonë do jem pjesë e tyre, derisa unë të kem fryrë. Bruna, ne të falenderojmë ty për gjithë sinqeritetin, për gjithë emocionet që na krijove. Por ne kemi akoma komentues që na ndjekin dhe të shkruajnë në çdo sekond. Në pamundësi që t'i lexojmë të gjithë, që t'i lexoj të gjitha, unë i falenderoj nga zemra. Por ja ku e kam një mesazh këtu përpara që na thot Vasel Kaushi Mirmrama poete Bruna Thanasi, ju përgëzoj për këtë intervistë kaq interesante dhe gjithë bukuri, urime. Faleminderit. Faleminderit. I bekuar qofsh. Me vërtet kush shkruan dhe kush përkra emisionet e tilla të diasporës, sepse duhet kuptuar se ne të diasporës me të vërtet kemi një mungesë në shpirtin tonë, sidomos ne që kemi lindur dhe jemi rritur atje dhe më pas kemi marrë rrugët e botës. Por pse jo, edhe fëmijët tanë që ne i edukojmë me dashurinë për vendin e tyre, dhe ato kanë më të vërtet një gëzim të madh të kthehen tek vendi i prindërve të tyre, sepse ndjejnë veten shqiptar dhe ato patjetër. Patjetër, si prindrit janë dhe fëmijët, dhe unë jam munduar gjithë jetën time që fëmijët e mi t'i bëj patriot të pandashëm, çupën edhe çunin, të mësojnë gjuhën shqipe, të mos e harojnë kurrën e kurrës, edhe gjithmonë ju kam dhënë çeka në kokë për këtë gjë. Dhe po ju ri. Kemi një përshëndetje si mbyllje te Adriana. Intervistë e bukur, thotë. Është një poete shumë e talentuar. Faleminderit. Brava dy poeteve. Gjithmonë suksese ju dëshiroj. Albina dhe Bruna. Dhe ne të falenderojmë për komentin. Falenderojmë shumë. Dhe të urojmë suksese në poezinë tënde të bukur dhe në jetë gjithashtu. Po. Bruna, një falenderim tjetër? Falenderimi tjetër shkon për të gjithë mbështetësit e mi që janë pranë meje. Fal atyre, ata janë shtysit e mi që unë nxjerr këto që xhevaire kur i thon mua vetë. Xhevaire të shpirtit tënd dhe i hell në Facebook, në Instagram. Në rast të parë mi mbështesin ata dhe unë me forcën e atyre, me fjalën e mirë të atyre, unë eci përpara. Pavarësisht lodhjes që kam, 2 edhe 3 punë në ditë, po për ata nuk lodhem asnjëherë, të rizgjuar dhe t'i falenderoj për gjithçka që ata po më japin mua dhe më adhurojnë pa interes. Po, patjetër. Një këshill, Bruna, për njerëzit që vuajnë larg familjes, një këshill për ato që shkruajnë. Po. Një këshill për ata që shkruajnë të jenë vetvetja, sa më të sinqert me veten, me shpirtin dhe të japin atë që ndijejnë, jo atë që shikojnë tek tjetri. Të japin diçka bio, se duke dhënë të vërtetën dhe duke ndarë të vërtetën, poezia bëhet më e vërtetë dhe më e dashur për publikun. Sa më i thjesht, aq më i mirë. Të jenë vetvetja atyre, pa modifikuar askënd. Po, të jenë vetvetja dhe mbi të gjitha mos marrin vargje nga të tjerët, sepse absolutisht shpirti tjetrit është shpirti tjetrit, kurse ti ke komplet një histori tjetër, sepse të gjithë jemi të njëjtë, por jemi edhe të ndryshëm nga njëri tjetri. Për të rinjt kam një mesazh, të duan atë dheun, kur mos ta duan atë dheun kudo që të shkojnë. Kushdo i ri që të jetë, atë dheu është i pari. Nëse nuk duam atë dheun, nuk kemi identitet. Po, një mesazh shumë i goditur për të rinjt, të cilën e mbështes edhe unë këtë mesazh, që të rinjt të mësojnë gjuhën shqipe dhe ta duan vendin e tyre, sepse gjithmonë do jesh ai që ke ardhur nga Shqipëria. Nuk edhe pse ti do të integrohesh në një vend të huaj, patjetër do
do studiosh, do marrësh profesionin, do jetosh patjetër, por vendin tënd nuk duhet ta harrosh. Po do që jemi përveç të rive, Bruna, ndoshta po hy në një fushë tjetër prindërve, çfarë mesazhi, çfarë këshille do ju jepje për fëmijët që i rrisin në diasporë? Për prindrit po jap një këshill shumë të veçantë, t'i mbajnë fëmijët sa më afër, larg teknologjisë, telefonave, të shpenzojnë sa më shumë kohë me ta, se në qoftë se nuk shpenzon kohën me ta, fëmia është shumë kollaj mund të largohet jo vetëm nga kujdesi prindëror, por edhe nga ai shpirtëror. Pasi sot shoqëritë janë të rrezikshme, duhet sa më afër fëmijën, sa më shumë aktivitete, sa më larg teknologjisë, me orare dhe me orar çdo gjë, që të kesh një fëmijë të suksesshëm edhe të begat në jetë, edhe sa më shumë dashuri me fëmijët. Se ne shqiptarët kemi diçka që nuk e vëmë re, kemi tradit nga prindrit tanë, u bërtasim një çik. Por me të bërtitur nuk zgjidhet asgjë. Thjesht me dashuri. Është kohë tjetër. Është shkollë tjetër. Duhet të jesh shumë i kujdesshëm me kalamajt. Unë dhe pse lodhem me kalamajt jam shumë e kujdesshme. Edhe atje ku bin gabime i them që do rregullohet dhe do të rregullojmë bashkë. Nuk i them pse e bëre. Po të dëgjoj? Përshëndetje. Përshëndetje Laura. Përshëndetje Laura. Përshëndetje Laura, shumë faleminderit të dashur. Të dërgoj një përqafim shumë vllazërore, shumë miqësore, për gjithçka që komenton më ri afër edhe për ato interpretimet e tua të bukura, të uroj shumë suksese në jetë. Edhe si të kam shkruar dhe në disa mesazhe, se unë nuk shkruaj në privat asnjëherë, i them të gjitha në publik, je një yll që shkëlqen dhe ece mos ndalo. Të dua shumë, me vërtet. Faleminderit. Faleminderit shpirt, je mirë, uroj gjithmonë, mbështetjen time do të kesh. Faleminderit. Faleminderit shpirt, uroj gjithë të mirat e botës. Faleminderit. Edhe unë shpirt, ti je mirë gjithmonë. Faleminderit Laura, dhe unë të përshëndes dhe faleminderit që na ndjek dhe na mbështet gjithmonë. Një përqafim, natën e mirë. Natën e mirë, Laura. Laura. Bruna, po, ku e lam? Po flitim? Përshëndetjet. Te përshëndetjet prindërore. Po përshëndeqim prindrit dhe disa këshilla të lehta për prindrit, sepse çdo prind din ta bëj vetë punën e tij, por fëmia duhet në radhë të parë të bashkëbizetosh dhe mos ta gjykosh, sepse bota sa më shok të jesh me fëmijën, aq më tepër do të eci përpara. Sa më gjykues të jesh, aq më largon fëmijën. Po, patjetër. Dhe tani, nëse ke edhe një poezi ta mbyllim bukur, nëse do ta lexosh me kënaqësi, sepse pastaj do mbyllim programin sonte, se ta mbyllim bukur me zërin e Brunës. Po, me zërin dhe me vargjet e Brunës. Më puthi dashur. Po, me kënaqësi, do ta dëgjojmë poezi. Më puthi dashur, mos kitur, dhe në rrugë kudo që jemi, le të bëhemi trup mbi trup, në një lugë do të ushqehemi. I dashur, më puth, jo me ndrojtje, faqe sy buzë gush, s'kam nevojë për asnjë mbrojtje, jetoj flutur për mbi phush. Më puth përballë malit dhe detit, me hën shi edhe diell. Nëse na shef syri i poetit, na shohin yjet përmbi qiell. I dashur, më puth, si për herë të fundit, se nesër zdihet
çfarë bëhet. Le t'i themi përballë detit, sepse jeta përsëritet. Faleminderit Bruna, me një poezi, dashurie, me një thirrje për puthje dhe për mirë kuptim dhe dashuri të sinqert, kjo ishte një mbyllje jashtëmos e bukur e kësaj ore, e këtij emisioni, e këtyre minutave fantastike që kaluam me ty. Për dashurinë më jepet të shkruaj, ndoshta jam dhe një dashnore përjetshme e dashurisë. Poezi që lexova poetja e dashurisë dhe emergjimit, e dhimbjes dhe e lumturisë të dy. Erosi është gjithmonë brenda meje në çdo varg. Megjithatë edhe pse kam dhimbje, atë dashuria më mban gjallë. Po, patjetër, gjithë. Gjithë jemi kështu, dashuria po na mban gjallë, gjërat e bukura na nxisin të jetojmë. Tamam. Bruna, më vjen keq se unë do ta vazhdoja edhe 2 orë emisionin me ty dhe do kishim të lexonin poezi pafund dhe të bashkëbisedonin pafund, por ti je mirë pritur sa herë të kesh dëshirë dhe kohë të gjejsh kohë nga koha jote të hidhurosh emisionit tonë. Me kënaqësi. Unë nderoj me gjithë zemër që pranove ftesën nga ana ime. Patjetër. Të bëhesh pjesë e emisionit tonë. Faleminderit nga zemra, ju uroj gjithë të mirat, suksese në çdo rrugë të fushës tënde, në poezitë tua, në shkrimet e tua, në emisionin kaq të bukur që lidh shpirtrat e shqiptarëve, të poetëve anë mban, dhe është vërtet ja vlen. Ja vlen të dëgjohen lotët, ja vlen të dëgjohet buzëqeshja, të dëgjohet dashuria, dhimbja, mërgimi, sepse fundja këto ne jemi shqiptarët. Kemi lindur brenda dhimbjes dhe nuk kemi se si të dalim jashtë saj. Jemi brenda kornizës. Kjo na përfaqëson dhimbja, edhe pse mos e ndajmë bashk. Dhe duhet ta mbështesim njëri tjetrin. Me plot bindje e them se është gjëja më e drejtë që mund të bëjmë, të mbështesim njëri tjetrin, të themi fjalën e mirë, të lëmë shije të mirë të tjetrit, mos të lëndojmë zemrat të lënduara. Mos të lëndojmë zemrat e lënduara. Nuk është që do thuhet vetëm para kamerave, po kjo do jetë në jetën e përditshme që ne. Bruna nuk lëndoj njeri dhe kam shumë merak, nuk dua të lëndoj njeri në jetën time, parolë se marr lëndime, po mundohem të ndaj shumë dashuri tek çdo njeri. Sa të ke mundësi. Po, kështu do ndjehemi mirë për veten tonë, por bota nuk është vetëm fushë me lule. Po. Ne shpresojmë që të arrijmë të bëhemi fushë me lule. Por ekzistojnë e mira dhe keqja bashkë. Bruna, të falenderoj mirë me zemër që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ja ku erdhi fundi i emisionit. Ne u ndjem, unë për veten time, shumë e emocionuar sonte me Brunën dhe uroj që të gjithë ata që kanë një histori të bukur, të tregojnë përveç poezisë, të na shkruajnë dhe të bëhen pjesë e emisionit tonë. Unë me dëshirë të madhe do t'i pres. Falenderit ju që na ndoqët, falenderit ju që komentuat, falenderit djalit që bën lidhjet, që gjithmonë e falenderoj me zemër se dhe ai përkushtohet dhe bën një punë të shkëlqyer në përzakonshëm. Falenderit, Kushtri Mazeni, falenderit. Ju dërgoj një përqafim të dyve aty që keni bërë këtë punë sonte. Shumë respekt. Dhe uroj gjithë të mirat. Të gjithë shqiptarët kudo janë anë mban. Po, të gjithë shqiptarët kudo që janë, të qëndrojnë vetvetja, të ndajnë dashuri, të mbështesin njëri tjetrin, se vetëm kështu me mbështetjen e njëri tjetrit do ecim përpara. Unë i dua të gjithë kushdo ku janë dhe kudo që janë dhe ju dërgoj një përqafim të gjithëve. Faleminderit Bruna dhe ne të dërgojmë një përqafim ty, gjithashtu një përqafim për të gjithë ato që na ndoqën, shkruan dhe ju ftoj të na ndiqni në emisionet tjera. Për sonte, natën e mirë dhe miru takofshim në emisionet tjera që do kemi të dielën apo të hanën kur të jetë mundësia e të ftuarve por dhe jona. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë.